Vushtria nuk po gjen qetësi. Pas vrasjes së 19 vjeçarit mbrëm që të rënditi vendin, sot ka ndodhur një tjetër vrasje e dyfisht. Pronari i furrës Djellza Arsim Murina dyshohet se ka privuar nga jeta punëtoren e tij Nexhmia Haradinaj. Më pas ka bërë vetvrasje. Motivet e vrasjes ende nuk dihet. Prokuroria Themelore e Mitrovicës ka konfirmuar për Insiderin se personat që kanë qenë në vendin e ngjarjes janë duke u intervistuar. Ngjarja ka ndodhur në Stanovës të Vushtrisë te nënkalimi pak kilometra larg furrës Djellza. Bashkëshorti i viktimës grua kur ka ardhur në vendin e ngjarjes është parë në gjendje të rënduar emocionale.